Rëshqitje si një rëshqitje ndaj realitetit, domethënë ne kemi momente pauze që jemi fizikisht diku, po ama mendërisht mund të fluturojmë diku tjetër. A mund t'i besojmë ndonjëherë plotësisht vetes në lidhje me mënyrën si e shohim botën, apo jemi gjithmonë të ndikuar nga faktorë të jashtëm? Unë mendoj që baza më e fortë për të rëshqitur pa u vrarë është vetja jonë, kështu që duhet t'i besojmë vetes tonë në çdo lloj hapi. Animacioni që ishte te ekspozita tregon dy personazhe që janë në natyrë dhe thjesht po shijojnë ato gjëra të vogla, jo gjëra të vogla, thjesht që njerëzit i marrin shumë për të mirëqenia, po janë me aq shumë vlerë. Tani është bërë jeta shumë e shpejtë dhe njerëzit turren, masa më tepër turret ndaj gjërave që konsumojnë shpejt. Edhe kur i konsumojnë shpejt i harxojnë edhe nuk i kanë si gjëra më, pastaj ankohen. Nëse ka gjithmonë një vepër që duajën që do doni ta shkatronit sepse ndoshta është më e sinqertë se ç'duhet dhe keni dhënë më shumë nga vetja se ç'do doni t'i jepni. Refleksion quhet vepra. Edhe është karakteri i parë që kam bërë, që ka një bisedë me një mi, po është ajo biseda me demonin e vetvetes. Po njohe veten ashtu siç je dhe po e pranove mbi të gjitha. Do ketë shumë peripeci për të arritur atë që do, por duke qëndruar besnik vetes tënde dhe duke mos bërë kompromise për ta shndruar atë në një gjë tjetër, mendoj që edhe këto gjërat e shëmtuara që na dalin rrugës i fshim me gomë dhe vazhdojmë përpara.